Mursel Mehmeti, Drilon Haxhi Musa dhe Beni Sylla janë tre handbollistët Ferizajas që do t'i bashkohen skuadrës kosovare për të mbrojtur ngjyrat e shtetit në arenën ndërkombëtare në këtë sport. Tre handbollistët pjesë e Kastriotit do të jenë gardianët e skuadrës kosovare dhe thonë se janë të privilegjuar që si gjenerat e parë do të luajnë për skuadrën kombëtare të Kosovës. Murseli, Driloni dhe Beni premtojnë që do të japin maksimumin e tyre që të përfaqësojnë handbollin kosovar sa më dinjitetshëm në garat ndërkombëtare të handbollit. Po për ne është kënaqësi shumë e madhe dhe jena të lumtur që kena mundësinë me përfaqësu Kosovën. Po kjo është përgjegjësi shumë e madhe për neve, edhe pse më merr mendja që kena me përfaqësu se është mas mirë. Mirë, ndjena provoj ta maksimumin. Edhe hera parë jam që jam përfaqësues e Kosovës, jam pak më i ripetierëve. Do të jam maksimumin që asmuj me zemër sot më. Po qendër kam lua dhe begë. Është midis edhe këne jona që fundon. Po e ndjej vetën shumë dyfushëm sepse është hera parë që marr me përfaqësuesën au. Jam kanë në përfaqësuesën unë se ne atë, po sot është gëzim i madh sepse jam përfaqësuesën e grupit A. Trajneri i klubit të handbollit Kastrioti, Skender Sahiti, thotë se ndjet krenar me përzgjedhjen për shkak të kualitetit që e kanë këta djelmosha. Për Ferizën do të thotë shumë, për shkak se këtë lajm na e dim edhe paraprakisht, për shkak se me propozimin ton që do të thotë ne i kemi propozuar përgjithësit Llazari, se lojtarët janë të cilat i plotësojnë kushtet dhe kriteret, gjithsesi formën e treguar gjatë këtij kampionati, dhe ata janë Beni Sylla, portieri Murseli dhe Drilon Haxhi Musa. Mburëm për dy arsye. Mburëm sepse këta lojtarë janë pjesëtar të U21, do thotë kanë qenë antar standard të unë dhe kë ka qenë propozimi im që të përfitoj edhe Kosova dhe Kastrioti se janë shumë lojtarë shumë të ri dhe kanë një përgjegjësi shumë të madhe dhe është një, të thojmë, një pozitivitet si nga una kombëtarës, si nga una edhe e lojtarëve tonë, të cilën jam i sigurt se do ta prezantojnë në mënyrë sa më të mirë. Pjesë e skuadrës kombëtare të handbollit kosovar është edhe Ferizaja si Vlerëson Zherka, por që për momentin nuk është pjesë e asnjë ekipi.